Përshëndetje, miq të emisionit 05, jemi këtu tek Prishtina Mall. Jemi për të vizituar dyqanin e produkteve bio, dyqani Leila Shop, i cili gjendet brenda Prishtina Mall. Ta shohim dhe ta vizitojmë dyqanin e produkteve bio. Miq të emisionit 05, ashtu si që thash edhe nga jashtë. Këtu tashmë në Prishtina Mall, gjendemi tek dyqani Leila Shop dhe në dorë kam produkte të cilat po kërkohen më së shumë kohët e fundit. Pra është kremi për fytyrë. Njëri përdorë ditën, ndërsa tjetri natën. Emisioni 05 ua tregon disa nga dobit që ka ky krem. Parandalon rrudhjen e fytyrës, largon aknet, po ashtu vlen cekët se hidraton dhe pastron fytyrën. Këto produkte i gjeni vetëm tek dyqani Leila Shop. Miq të emisionit 05, një produkt tjetër shumë i kërkuar në dyqanin Leila Shop janë edhe kapsulat për shtatzani. Pra këto e kam dy pakë të kapsulave, njëra është për gra dhe tjetra për meshkuj, për burra. Pra këtu kapsula duhet të përdoren 2 herë në ditë, një në mbrëmje dhe një në mëngjes. Vlen cekët se këtu kapsula patën shumë efekt. Këtë po e vrem edhe tek kërkesa e madhe e klientëve të dyqanit Leila Shop. Miq të emisionit 05, dyqani Leila Shop ju siguron edhe ilaçin për dhimbje në gjojnë. Emisioni 05 tashmë dua tregoj dobit që sjell ky ilaç. Vlen cekët se ky produkt duhet të përdoret 2 deri 3 herë në ditë, të lyhet vendi i dhimbjes dhe të masazhohet mirë. Për çarje të lyhet para se të fleni. Aplikoni pak krem tek thembra dhe të veshni çorapet. Vendosni një sasi të kremit mbi lyth, të lyhet po ashtu 2 herë në ditë. Ilaçi për gjunjë, i cili gjendet vetëm tek dyqani Leila Shop, këtu në Prishtina Mall e po ashtu edhe tek pika tjetër në Kaçanik. Miq të emisionit 05, tek dyqani Leila Shop i gjeni edhe farën e zezë, cila fillojmë nga këto. Po ashtu është edhe kapsula e farës zezë, e njëkohësisht tek dyqani Leila Shop e gjeni edhe vajin e farës zezë. Vlen cekët se te dyqani Leila Shop mund të gjeni shumë produkte të cilat ju ndihmojnë për organizmin dhe shëndetin tuaj, duke filluar nga çajrat, kafet, kremat, shampot e shumë të tjera produkte të cilat përmirësojnë edhe ju lehtësojnë jetën.